Disa ditë më parë, kryeministri Rama I cilsoi zhgënjyese deklaratat e ministres britanike, Shabana Mahmood, lidhur me dëbimin nga Britania e Madhe të 700 familjeve shqiptare, të cilës sipas saj, pas refuzimit të azilit, po vijojnë të jetojnë në Britani nga financimi I taksapaguesve vendas. Ndërkohë, gjatë një takimi të zhvilluar në Tiranë, ministri I Drejtësisë Besford Lamallari I ka shprehur të njëjtin shqetësim Lord Timson, ministri I Shtetit për burgjet, shërbimin e provës dhe uljen e përsëritjes së veprave penale I Mbretërisë së Bashkuar. Narrativat diskriminuese, përçarëse dhe frymëzuese të stereotipeve negative ndaj një kombësie të caktuar janë të padrejta, as pak korrekte dhe siç koha ka dëshmuar në fund rezultojnë më së paku boshe apo dhe kundërproduktive, shkruan Lamallari. Mes të tjerash, gjatë takimit dypalësh në Tiranë, dy ministrat kanë diskutuar edhe për të avancuar zbatimin e marrëveshjes për transferimin e të dënuarve, koordinimin e rasteve të ekstradimit dhe rritjen e efikasitetit të partneritetit gjyqësor. Kjo nuk është hera e parë që zyrtarë të lartë të qeverisë britanike përzgjedhin shqiptarët për të etiketuar në narrativat e tyre kundër emigracionit. Kujtojmë kohë më parë që reagimeve tona raciste pati edhe nga sekretaria e brendshme, Suela Braithman.